Do ta shikues në vazhdim do të flasim për një informacion tjetër, është kjo pjesa ku e përmenda edhe në hyrje të programit që deri në prill të vitit 2026, pra deri në të momente ku po flasim, 8 punëtor kanë humbur jetën në vendet e tyre të punës, duke shënuar një situatë shqetësuese të sigurisë. Sigurisht, sektori i ndërtimit mbetet më i rrezikuari, vetëm gjatë vitit 2025 në punë kanë humbur jetën 32 punëtor, kanë pasur pra 32 vdekje të regjistruara, duke treguar një trend të lartë të aksidenteve fatale. Sigurisht më të rrezikuarit janë ata që punojnë në ndërtimtari, por për detajet e tjera dhe për sigurinë dhe shëndetin në punë të flasim me ekspertin Naim Bajraktari, i cili është këtu në studion e Mëngjesit Kosovë. Mëngjesi, mirë se erdhe. Mëngjesi, mirë se u gjatëm. Çfarë po ndodh kështu? Është një vërtet shqetësuese. Momentin që i pam këto statistika, thamë, atë bisedojmë për një gjë të tillë, të shohim se çfarë po ndodh. Po kjo po ndodh, kjo tani këto ditë po shohim realitetin në fakt. Dhe tani ndoshta se kemi pa ose nuk kemi pas njohuri se çka po ndodh besa. Paksim neglizhent kemi qenë. Shumë neglizhent, se jo pak devine. Kjo është edhe vetë fakti se inspektoriati mor këtë qendrim, fakt ministri i punës, ministri Hoti morë një qëndrim shumë të shpejt. Ishte ditë të pushime, ditë kur e morë vendimin orë dvona. Edhe dolë me një vendim që unë e përshëndes, dhe du të përshëndesim të gjithë. Jo vetëm ne që merrem me sigurinë punë, apo punëdhënësit, po unë mendoj që gjithë kosovarët, sepse fundi është rujtja e shëndetit punëtorëve tanë. Kur ne dim se mirë qenë e çdo shteti është mirë bëhat me punëtorë, si çdo familje që mahat. Edhe ky reagimi ose ky vendim që mund nga ministri, është shumë i qelluar. Unë mendoj se në dy ndërtime ky do shkojë, do ta sensibilizoj jo vetëm punëdhënësit, po t'i sensibilizoj, ky në fakt e ka sensibilizuar vetë inspektoriatin. Deri inspektoriati këtë ditë, ose mas 2-3 ditë që fillu me këtë aksion, deri me një raport zyrtar ku thot nga 72 vizita që kanë bërë në gjithë Kosovën, nga ato 72 vizita 34 vend punisht janë mbyll, që do të thotë që çdo dyta vend punisht që Se nuk i kanë plotsu kushtet, a? Se nuk kanë plotsu, po pikërisht kjo, po çka ka ndodhur që 3 muaj, bëj fjalë për 3 muaj, sa vend punisht janë mbyll, po ka për 2 ditë mbyllen këto. E doshme të mbyllen sigurisht që përkohësisht, se nuk duhet ndalë ndërpritet puna, por ndërpriten që të merren masat e sigurisë. Masat e sigurisë mund të merren, unë thëmë shumë shpesh, shumë letë, mund të merren me pak investim, me pak shpenzim e kompanit, po është vetëdijsimi shumë i ulët e kompanit. Ka kompani edhe sot që kur shkon inspeksioni të bëj kontrolën të inspektimin, edhe paraqiten se nuk dinë se çka është kjo, po çka është siguria e shëndetit në punë, që është gjëja elementare në çdo vend punës. Do të thotë për këtë arsye po kemi vdekje shumë. Patjetër. Vdekjet janë nga mosmarrja e masave, kryekput, mosmarrja e sigurisë në punë. Çfarë siguri në punë duhet të kenë, zotëri Bajraktari, punonjësit, në mënyrë që ose si duket një kompani moderne me të gjitha kushtet që duhet plotësuar? Tani çdo kompani kur formohet, ta marrim kompani është televizioni juaj. Aq më tepër kompanitë me rrezikshmëri të lartë siç janë ndërtimtaria. Kosovë në momentin ndërtimtaria. Çdo kompani, kur marrim një kompani ndërtimore, ajo din që do ta ketë një staf, një logjistik, një makineri, do të ketë një staf për inxhinierëve, e në mesin aty me inxhinierëve duhet patjetër të ketë një person për sigurinë dhe shëndetin në punë. Do thotë paraprakisht që momentin kur themelohet kompania, kjo është elementi i parë, rrugëtja e shëndetit të punëtorëve në vendet e punës. Si bëhet kjo? Duhet të krijohet një ambient për mirëqenien e tyre, një ambient i shëndosh, me pajisje të shëndosha, me njerëz të kontrolluar, ku kontrollon një do thotë çdo i punësuar do ta ketë një certifikat shëndetësor. Pastaj çdo i punësuar do të jetë i trajnuar për përdorimin e pajisjeve, për përdorimin e pajisjeve personale, por për përdorimin e pajisjeve të punës. Imagjinoni ju merrim të rit, futen det për det në punë, është pa si ditë provoj punë dhe punon me një lartësi të madhe. Pa ai nuk e din si duhet të ruhet, se të paktën nuk e ka një trajnim të vetin. Po gjithë kjo si do të përmbyllet, do thotë duhet të det për det të kontaktohet nga inspektoriati. Inspektoriati nuk është vetëm inspektoriati i punës.
çdo lloj inspektorati që kemi në marrim të arsimit, apo shëndetësisë, apo të higjienës, me inspektime mahat rregulli shtetëror. Në këtë rast, pa inspektime, këtu janë të na qalu dy pozicionet, apo tham dy faktorët, faktori i inspektimeve dhe faktori i punëdhënësve, që nuk i marrin masat pikërisht me marr masat për se të bëjnë një mirëqenie punëtorit. Imagjinoj vitin e kaluar patëm 32 raste, siç e thënë, këtë është e tepërt. Ose këtë vit për 3 muaj rasti i 8. Po marr parasysh jemi vend shumë i vogël. Shumë i vogël, po ne kemi 500-600.000 banor, në total nuk kemi më shumë banor. Edhe nëse krahasojmë me Evropën që jemi shumë larg. Shumë larg. Na del raporti diku 1/6, 1/6, 1/7, 1/8. Kaq i larg, 8 herë kemi në raste shumë më shumë se në Gjermani. Më rastisi puna ta shikoj ka statistikë si ndodh në Gjermani, ku është niveli më i ulët. Po 8 raste ose 8 herë më shumë të kemi raste është e dhimbshme. Si do të ndalet kjo? Uroj me këtë aksion që ka marrë Inspektorati Qendror, që pas përfundimit të afatit na të kemi një rezultat. Ku arritëm na me këtë rezultat? Çka bëm? I inspektuam kompanit, i bëm ndërprejmet në kompani. Unë mendoj se këtu është edhe të inspektorati, këto ditë sa bisedojmë me kompani, i pyetëm unë personalisht, se çka kërkon inspektorati? Inspektorati du ta ketë një standard. Çdo inspektor, kur shkon në një kompani, ta ketë një listë, që themi një checklist të përmbushjes së standardeve. Dhe shikon në fund se cilat nuk janë përmbush. Jo çka ty tekët inspektorit fundja fundit, po tu ta ketë të raportojmë atë në zyrë ku të kthehen në zyrën qendrore, të raportoj se çka gjet në terren. Këto kanë ndodhur edhe përpara ndërprerjet e punimeve, po çka ka ndodhur masas e ndërprerje? A janë marrë ato masa? Fare nuk janë marrë, se po shifët që nuk janë marrë. Duket vetëm njerë flitet e mandej nuk vazhdohet puna. Nuk vazhdohet. Tani unë po dishoj edhe në këtë rast tani që luzotin mos jetë kjo një aksion medial. Euforie madhe, po këtë javë gjitha mediat e kanë fokusuar se çka po ndodh, po çka do të thonë mas 2 javë, përfundon edhe ky aksion. Harrohet pandej. Edhe harrohet. Vërtet harrohet. Një rast tjetër, urojmë mos ndodh më. Por cilat mund të konsiderohen ndoshta rreziqet më të mëdha në vendin e punës sipas jush? Sipas kushteve që i kemi ne në Kosovë. Po, vendet e punë për momentin në Kosovë, industria e ndërtimit është më rrezikuar. Pastaj është industria e transportit, kemi industritë e bujqësisë, që tani fillon sezona e bujqësisë, që askush nuk flet për këtë lëndimet që marrin bujqësi në gjatë punës bujqësi. Është interesant, në emisionet që bëhen për televizorin, ne shohim që pasi që ndodh një fatkeqësi, atëherë fillojnë të marrin informacione, qoftë për neve, qoftë për vetë të dëmtuar, po për familjeve tyme, po nuk pa me emisione që u bë për të lëndumit, nuk flet askush. Një vërtet. Sa lëndime kemi, sa invaliditete kemi, apo qoftë për smundje profesionale. Ka persona që mund të flasin vetë për përvojave tyre personale, me siguri. Ka, po këto na mungojnë, unë shoh që po mungojnë media. Pastaj hendikepi më i madh është që ju nëse tentoni ta merrni një intervistë nga inspektorët e punës, nuk do të arrini asnjëherë që të merrni. Nuk pamni asnjëherë një prononcim në inspektori që ai vetë të deklaroj se çka gjën terren, se ta lëm të lirën aty, lëm dur të lirë inspektorit. Çfarë mendon se ndodh kjo? Është një shtrëngim. Është një shtrëngim qendror, sepse një mbyllje e informacioneve, mosdhënie informatave, qëllimi i informatave është gjithmonë për të arritur një pozitivitet. Patjetër, edhe mediat edhe këtë rol e kemi. Edhe ne kur dalim flasim si të bëjmë si është më mirë, asnjëherë nuk jepet mesazhi, nuk jepet intervistë që të mbrim të e keqe, po gjithmonë të e mirja. Unë uroj që ndonjë studie njëherë të kemi edhe një inspektor krah neve kur bisedojmë. E pa mundur ta kemi këtë. E vërtet. Me keqëra dhe kjo. Ndryshe nuk do të mund të sensibilizojmë këtë vend. Me vërtet të standard i ri siguria shtetin punë. Ka 10 vite që punojmë me këto standarde, apo me këto kontrolla, edhe për këto 10 vite do na pyet neve dikush se çka arritëm, çka bëm për këto 10 vite. Mund të them se kemi kaluar në klasën e 2, po jo më lart. Shumë ulët. Shumë ulët ku se kanë fillim të thotë një pronar se nuk di çka siguria në punë. Pikërisht isha dal këtu se vedia e pronarëve po dihet që s'është askund. Po si është vedia e punonjësve?
A kanë ata vedia, kanë vedisim? Punonësit edhe ma lartë me vedim, më ma tullë të kanë, sepse punonësit, kërë marim të industria ndërtimit, që është një stres sa do kudo ma pak e informume edhe me problemet edhe me njërit e punëve, edhe ata tani kanë shku për një mërqenje tyme, nuk kanë shku ata për... Dhe këtu duhet, para prakisht për thamë, elementi i parë me një kompani, pa tjetër duhet ta ketë një person caktum. Një person nëse shkon inspektori, puna e parë kur shkon inspektori, duhet ta kërkojnë përgjegjësinë. Kush është ai personi përgjegjës në këtë kompani që duhet ta takon dhe të bisedon. Puna e dytë pastaj është dokumentacioni, inspektori që duhet ta shikojë çfarë dokumentacioni ka. Kur shkojmë te dokumentacioni, sigurisht është interesant ta sekim çfarë dokumentacioni ka punëtori. Elementi i parë është një dokument, a ka kontroll shëndetësor ky punëtor. Që të thotë, a ka një leje nga mjeku, është i atë për punë. Kjo na vlen për gjithë neve, jo vetëm për ata që në ndërtim taj. Pastaj, a ka një trenim ky punëtor? Jemi të dokumentacioni kur kërkojmë. A ka trenim për sigurinë punë? A ka një vlerësim të rrezikshmërisë? Kush është roli i ekspertave apo i atyve që merren me sigurinë punë për të vlerësuar rrezikshmërinë? Bëhet identifikimi i rrezikave, vlerësimi se në çfarë niveli është dhe krahas caktimit nivelet merren edhe masat. Është pyetja kush i merr masat? Punëdhënësi. Punëdhënësi, definitivisht punëdhënësi. Ai është ai që duhet i ruaj punëtorët. Ja bie shpesh me parëmen punëtori ka shku me punu, ta marrë mirëqenien e familjes vet, po krahas mirëqenien se marrë edhe mirëqenien e kompanisë. Këtu është ky hallk që punëdhënësi nuk e vlerëson këtë rol të punëtorit dhe që të kujdeset për punëtorin. Çfarë roli luan menaxhimi i rrezikeve për parandalimin e këtyre aksidenteve? Shumë të madh. Është elementi i parë. Prandaj them, elementi i parë është parandalimi, bëhet vlerësimi edhe merret parandalimi. Ne gjithmonë themi para mjekësisë. Kur ndodh fatkeqësia, nuk kemi punë aty. Aty ka punëtorësia, apo gjyqësia dhe metej. Po ne jemi para mjekësisë, para se më ndodh kjo. Dërvin është aq që e lehtë mirëmbajtja e një kompanie, vetëm vullneti mund. Edhe unë mendova derisa po flasim, nuk më duket që është aq e vështirë me u arrit një. Absolutisht, është shumë e lirë është. Shumë e lirë. As ka kosto. Kostën, shikoni, kostja e mirëmbajtjes së sigurisë në punë thuhet zero. Unë kisha një trajnim duke jashtë, në erdhe një përgjegjësi na thotë, kosta e menaxhimit sigurisht zero, ne pyesim si është zero. Në krahasim me ato që ndodh, është aq minimale. Aq minimale. Duhet të nëse një lendim më i vogël do të na imbolon, them, e pakrahasueshme është. Po nuk don me investu, nuk don. Imagjinoni një ndërtim ku ka 100 punëtor. Unë shpesh e them 100 rroga jepni, po jep edhe një rrogë për një person që të merret vetëm me sigurinë punë. Edhe ky person nuk është të thonë të jetë ekspert i sigurisë, sepse ndoshta do dalim këtu që kemi numër të vogël të ekspertëve. Por menaxhimin mund ta bëjë një kryepunëtor. Në vërtet. Por mirë, po punëdhënësi duhet ta caktojë detyrë, edhe jo t'ia lënë të gjitha detyrat, duhet ta caktojë vetëm për këtë punë. Edhe ai do ta marrë një evidencë me pajisje personale, me kush do të kontrollojë makineritë e tyre. Se shpesh neve na ndojnë lendimet nga pajisjet, nga pakujdesi punëtorëve. Nuk do të thotë çdo herë që gabimet e ka vetëm edhe punëdhënësi, edhe punëtori ka përgjegjësitë e veta. Shumë herë na ndodhin lendimet kur konstatojmë neve që më pas nga erdhi shaktari, na vin nga mos kujdesi punëtorit. Do të thotë nuk është që do të largohet nga përgjegjësia në fakt punëtori. I mbetet, po është vetëm nga pakujdesia. Të gjitha tjerat i takojnë punëdhënësit. E punëdhënësi, nëse na mungon inspektimet, atëherë është në zero kjo punë. Pa inspektim nuk kryhet asnjë punë. Zotri Bajraktari, kohëve të fundit më ka ra shumë kështu më ka trek vëmendjen një sa po ndodh një aksident për shembull në vend punishte, po arrestohet kryepunëtori. A është të shku gjithçka në rregull sipas informacioneve që nuk është në rregull. Për mua nuk është në rregull. Momentin që ndodh fatkeqësia, kjo më shumë bëhet mediatik, u arrestu pronari, u arrestu një kryepunëtor apo një përgjegjës. Pak rëndësi ka ajo. Njeriu e humbi jetën. Në vërtet. Sa do të bërë për mos me ndodhë më? Kjo ne do të flasim çka të bëjnë deri aty.
Kur ndodhe aty pastaj janë gjyqësia që zgjidhet. Ne kemi raste Po edhe dikush do të marrë përgjegjësi. Patjetër. Unë marr pjesë në gjykimet e ndryshme se si të eksperti gjyqësor dhe shoh aty anomali të mëdha. Që tenton pronari t'ia lë fajin punëtorit, punëtori punonësit apo dikujt kjo. Jo. Fajet shumë faktori rreziku shumë apo i ndodhe shumë lehtë gjendet nga ka ardha ajo. Në momentin që konstatohet që punëdhënësi nga shkeli, nga mosmarrja e masave ka ndodhur deri te këto lëndime, atëherë këtu këtë qartë përgjegjësia. Po është pyetja kush mund përgjegjësi deri tani? Është mediatika a ditë kur ndodh dhe pastaj heshtët. A kemi ndëgjuar që u dënua një kompani apo morën masa ndaj ndonjë punëdhënësi apo dhe kundërta. Ndaj ndonjë inspektime, se edhe inspektime do të kontrollohen. As dëm shpërblime për familjen ose diçka, ndoshta do të mund aty me i prek aty ndoshta. Aty është rreziku, por rreziku më i madh te kompanitë. Aq më tepër kur ne në Kosovë nuk e kemi sigurinë shtetërore. Kjo është një anomali që po zgjat me vite. Imagjinoni çka do ndodh me një kompani, me një familje kur humb të afërmën e vet. Unë shpesh them kur vdekja është tragjike, është punë e madhe, e dhimbshme. Mirë po, kur humb jetën një punëtor, imagjinoni para atë familje, çka ndodh me atë familje, me ata fëmijë aty, kush do të kujdeset? Sigurinë shtetërore nuk ka, kompania nuk kujdeset. Mbetën mëshirën morale të punëdhënësit. Edhe s'ka heq fare aty. Pastaj unë punëdhënësve shpesh e them, ju tre lloj të dënime mund të merrni një punëdhënës. Them nga inspektoriati, që tani për momentin edhe kjo na ka hek Delvin, që është për ta cekur se çfarë dënime, do ta cekim pse janë hek dënimet. Inspektorati jep një dënim administrativ që mund ta quajmë neve. Pastaj, nëse ishte vepra për lëndima, për qoftë për vdekje, prokuroria ngrit padi ndaj punëdhënësit. Unë i them punëdhënësve shpesh, ju mund ta tekaloni inspektoratin, mund të tekaloni ndoshta prokurorinë, nuk mund ta tekaloni familjen. Familja mund ngret padi civile që qumë na për kompenzim dëmit. Edhe kjo na ndodh kaq edhe mas disa vite, nuk vjetërsohet landat penale, nuk vjetërsohen. Edhe çka ndodh kjo kur kërkon një familje dëmshpërblimin, po dhe kjo është të dhimbshme, kur e realizon ajo familje? Jemi dëshmitar që nuk realizohen gjykata. Ishim të dënimet administrative që kishte inspektoriati. Deri tani ka qenë edhe kjo një dukuri që pak a shumë mirë frigu. Kanë qenë dënime nga 2.000 deri në 20.000, ndoshta edhe 35.000 maksimumi. Po nuk kanë qenë kaq të mëdha, nuk i kanë dhënë inspektorët. Tani ka një vit gati thuja, në fakt jo një vit, tani që 2-3 muaj është kjo. Është hek dënimi administrativ. Se? Është kthy, është bën një reformë e ligjit që është bën dënim nëse kanë pa një shkele, bën një raport inspektori, kjo përcillet sikur kundërvajtje. Edhe kalon në gjykat. Imagjinoni tash kur shkon në inspektim, edhe çon landë në gjykat, do thotë është shkëputur edhe një frikë te punëdhënësi. Kjo liron edhe më tepër. Ne jemi vëdishëm pa frikë, nuk ruhet asnjë gjë. Nuk është çudi që po i kemi pasaj këto shifra. Baramense. Uroj që këto shifra të ndalohen se 8 raste brenda këtyre 3 muaj është e tepërt. Unë isha kthy prapë te ky pse këtë javë që kemi këtë aksionin në inspektoratit, kisha lutur edhe mediat që të jenë më prezente çka po ndodh kur me inspektojnë. Mos i lëm të qet ata, ka dalë në terren edhe ne si qytetar nuk po shohim çka po ndodh. Raportojmë për këto mbylljet, ti shohim mas një javë çka ndodhi me ato mbylljet, çfarë masa u morën. Përndryshe prapë thanë do të mbetet një show mediatik nëse kjo urojt mos jetë kështu. Vazhdueshëm po kemi jo vetëm me këtë rast, po me të gjitha thuajse. Zotri Bajraktari, si mund krijohet një kulturë e qëndrueshme e sigurisë në punën e në Kosovë? Cilat do të ishin disa nga elementet që nuk janë aq të vështira, por që do të mund të ndihmonin? Sensibilizimi, edukimi. Edukimi ndoshta që nga shkolla e mesme. E vërtet. Ose edhe më herët. Po dhe më herët ajo do të thotë një kulturë familjare, një kulturë qytetare, do ta quajmë sepse siguria në punë, kur themi në siguria në familje, kudo që jemi, siguria në punë, edhe në familje bëjmë një punë. Aty du të kemi kujdes, nga elektrika, nga kablët, nga ambienti, nga pluhuri, nga gjithë ta faktorë që ne dëmtojnë. Po, pyetja është si ta sensibilizojmë këtë popullat, që të themi se pa një siguri në punë, nuk ka në punë as efekt punë, as nuk ka
nuk ka sukses as në punë. Ne kemi fillu, unë personalisht me grupin tim, kompanin time, kemi fillu në mënyrë vullnetare 4 vite me një shkollë maturanta në semestrin e fundit. Dhe kjo një shkollë në shtimje, një punë vullnetare, vetëm për sensibilizim. Besoni që kemi me shumë shkrime që na falendrojnë dhe na shkruajnë se mësimet që kemi marrë për një semestër, do të thotë kemi marrë diku çdo javë, ka 5 orë maturantave, sepse maturantat janë potencial për punësu, që të me përfundimin maj qershor të shkollimit, do të futën në punë. Edhe elementet e parë kërë në fund punë, ju kanë kujtu ato trajnime që kemi bëne. Edhe na kanë shumë mirë, na kanë gjindë këto informacione. Do të thotë edukimi, sensibilizimi kjo. Dimon shumë, po. Shumë dimon. Pastaj, unë kësha thënë edhe të emisione. Jo vetëm emisione më vjen keq që çdo herë në emision të vi vetëm kur ndodh fatkeqësia. Edhe si të japim emisionet më shbët tepër me të shprehje ngushëllime familje. Patjetër do të shprehim ngushëllime familje, po si të mos a kemi një tryezë të edukimit ku gjendet sot siguria e shtetit në punë. Do të jemi prezent të gjitha strukturat që nga inspektoriati, nga ministria, nga qytetarët, nga punëdhënësit, edhe ne të jemi prezent aty. Unë tham vetëm me sensibilizim, vetëm me edukim. Edukimi është larg, mjedisimi është larg. Prapë në fund, bara do të mbetet të punëdhënësit. Sa po flasëm zotër Bajratar, unë po mendoj, po them, a nuk është për shembull një kompani ndërtimi që nuk angazhon një inxhinier e që ata besoj që i din rregullat e punës e të gjithçka tjetër. Nëse punëdhënësi ose ai biznesmeni nuk i din ose punëtori nuk i din rrethonat se çfarë sigurie duhet të ketë në punë, ndoshta inxhinieri është dashur. Inxhinieri gjithsesi i di. Shkollu për atë punë. Patjetër, ata gjatë shkollimit e kanë pas një lëndë organizimin e punës. Pse i neglizhojnë pra? Nuk e neglizhojnë, po besoni që është fut një lloj frige i përgjegjësisë. Ti thua atij inxhinierit që kujdesu për këtë, sikur se merrni përgjegjësi për punëtorin, përgjegjësi penale frigohet që është. Kishim rastin në Prishtinë e Madhe kur ndërtu. Ne ishim në rol të koordinatorit. Edhe ne pa ndihmën e pikërisht të që thënë ju, të inxhinierëve, kishim një grup të inxhinierëve shumë të mirë. Edhe ne manim takime shpeshta me ta, edhe kërkum nga ata bashkëpunim. I kemi thënë, ju jeni të kohën me punëtorët, ju do të ndikoni. Nëse ne pa bashkëpunimin e juaj nuk do të kemi sukses. Një ekspert i sigurisë nuk mund të rritë çdo vend i punës, po inxhinierët janë, kryepunëtorët janë vazhdimisht me punëtorët. Edhe pa bashkëpunim me ta nuk mund menaxhohet. Siguria e shtetit punë është një dukuri komplekse. Nuk mund vetëm një njeri, nuk mund vetëm një ekspert. Ose thonë një kompani, e ka marrë një ekspert në punë ose një person caktuar, edhe ky do ta menaxhojë. Nuk menaxhohet vetë. Ajo i pari është punëdhënësi, që do t'i afrojë kushtet, pastaj kryepunëtorët me punëtorët e vet. Roli i ekspertit është në këtë rast që të koordinojë menaxhimin e sigurisë në punë. Pasi që nuk kemi rregulla shumë në Kosovë dhe ndoshta ndonjëherë instinkti i njerëzve duhet të punojë më tepër në mënyrë që të reagojnë. Çfarë duhet të bëjë një punonjës ndërtimtaria, ta marrim shembull, mbasi që po ka më shumë raste, nëse e ndjen që vendi i tij punës nuk është i sigurt? A duhet të lajmërohet dikon? A ka ku të lajmërohet? Ka ku të lajmërohet, dhe lajmërohen punëtorët, po mjedisimi, prapë thanë fillim, është shumë i ulët. Sepse ligji shumë mirë përcakton. Bile, kur kemi të seancat gjyqësore, shpesh humbin punëtorët gjykimin e vet nëse është shkaktuar me fajin e tij. Ose është një nen që thotë punëtori në rast që parashet që ka rrezik në vendin e punës, ka të drejtë ta ndërpres punën pa kurrë konsekuenca nga punëdhënësi. Nuk mund të dënohet pse ti e la punën. Nëse punëtori shef që nuk janë kushtet për punë, me ligj e ka të lejuar që ai të ndërpres punën ose ta lej punën. Po ka dhe raste që lajmërojnë inspektoriatet në mënyrë anonime apo në mënyrë të ndryshme, por në bisedë edhe me inspektorët. Ata në thonë se shumë raste kemi që na vinë në mënyrë anonime. Po numri është aq i vogël i inspektorëve. Tash inspektorët atë merren me zgjidhjen e landëve në zyre apo të dalin në terren. Se nuk bisedojmë fare nga për numrin e inspektorëve, shumë i vogël. Inspektorë s'kem pas asnjëherë? Ne kemi pas 30 punëtorë, 34-5 deri para një viti, tash i kem afër 60, është e pamundur. Po që ka rrit numri përpara ka pas shumë pak. Shumë pak, po
Gjithë Prishtina tani ka 4-5 inspektor për sigurinë e shtetit në punë. Prishtina e ka dhe Podujevën, e ka për Kosovën, në Bilicin. Prishtina gjithmoni. Ka pas 4-5 inspektorë dhe sanitarë dhe krejt. Nuk ka pas numër më të madh. Ande nuk e di, po për të inspektorati e punës është maj ma numri, se një pjesë e ty me punon në marrëdhënie të punës. Dhe thëtë mund të ketë 3-14 inspektor tani, po gjithë Kosova e ka 60, afer 60. është numër shumë i vogël, e pa mundshme të mrejet. Edhe inspektorët, ne po flasim për kushtet e punëtorëve, po dhe inspektorisht i punësum diku. Nuk i keni ju ide se çfarë kushte kanë inspektorët. Në vetë zyret e tyre, në vetë punët ku punojnë ata. Edhe ata nuk i kanë. Pos numrit të mangët, edhe ata nuk i kanë kushtet e mira të punës. Edhe kjo, pra po flasim në nivel të Kosovës. Punëtorët, sa i përket sigurisë në punë, jemi standardin më të ulët e kemi në rajon, në Ballkan ZSC. Ne edhe Shqipëria, edhe këtu jemi me një standard shumë të ulët. Përmirësimi i sigurisë edhe menaxhimi i rrezikut është dashur të jetë në vitin 2026 shumë më i madh mendimin e teknologjisë, mendimin e gjanave që janë zbulu deri më tani. Se për shembull nuk përdoret teknologjia për një gjë. Informative mendoni, teknologjia. Gjitha. Vërtet, 2026 na gjithçka ne kemi mrinë tani kur kemi mrinë për marrë Ministria e Punëve të Mërshme, me një shifër, çdo polis mund ta di, ose çdo qasi kemi kudo në Kosovë. Te Ministria e Punës, apo te Inspektorati i Punës, absolutisht nuk kemi kurrë database. Ne kemi përvojat e rajonit, në krahasi bie fjala. Në krahasi, Inspektorati i Punës e ka në kompjuter për çdo kompani informacionet. Dhe nëse me një kompani bëhet një trajnim i punëtorëve, apo bëhet një kontroll nga një inspektim, automatikisht e do të regjistrohet dhe inspektorët në zyrët e tyre do t'i shohin e ka një pasqyrë se çka po kuj kanë kompanitë. Te ne në mungon kjo. Në këtë kohë të inteligjencës, apo në këtë kohë të internetit, në mungoj të informacione është vërtet e dëmshme, e dhimbshme. Për fund, apo na tregon cili është mesazhi juaj për gjithë punonësit edhe punëdhënësit që vërtet po kalojnë në një periudhë të tillë, është shqetësuese edhe stresuese për të gjithë ata që punojnë në kushte të tilla dhe vërtet mos po ndodhi diçka sot asaj. Mesazhi im është: shteti e mbajmë ne qytetarët. Shteti apo qytetarët e bëjnë shtetin e mbajnë. Pa kontroll shtetëror nuk zhvillohet asnjë gjë. Mesazhi im është: ligji, inspektorët, punëdhënësi. Punëtori është i fundit. Është hallka. Hallka. Nëse kjo hallkë neve në çalon. Dhe kjo hallkë është shkëputën. Mesazhi është që inspektorët të bëjnë kontrollet në mënyrë shumë të rregullt, në mënyrë shumë serioze, jo vetëm formale, të vendosin gjobat, jo pa nevojshme, por gjobat meritore. Ato të ekzekuton pasaj shteti, se nuk ekzekuton pasaj, nuk varet me inspektorën pasaj ekzekutimi i gjoba. Mesazhi im është: sa ligjor, thëmë edhe moral të punëdhënësit, t'i ruajnë punëtorët, nuk janë sklavë të tyre. Asnjë punëtor. Çdo punëtor është pjesë. Unë në kompaninë time preferoj që thëmë shpesh, më thëmë punëtorët e mi, bashkëpunëtorët e mi. Ne jemi bashkëpunëtorë. Por i trajton ashtu dhe mandej sukseses nëse trajto si bashkëpunëtor dhe uroj edhe që pronarët e kompanive të marrin masa sa më parë për punëtorët e tyre, se çdo kund gjithë më thuhet siguria e para. Në çdo kompani ku shkon është e fundit, s'është e para. Prandaj lus që ta zbatojnë ligjin, po dhe megjithatë ta zbatojnë moralin. A kanë pak moral këta njerëz? Duhet të kenë moral edhe dhimbje, se humbja e jetës e një punëtori duhet të merret shumë me rënd, duhet ta përjetojë rënd, nuk di si përjetojnë punëdhënësit. Po mesazhi prapë përsëris, t'i ruajmë punëtorët, i ruajmë kompaninë, i ruajmë familjet, i ruajmë shoqërinë. Ashtu është. Me këtë mesazh shumë të bukur po e përmbyllim me këtë intervistë. Faleminderit shumë për kohën edhe për të shpjegimet që dha për ne shikues. Vërtet janë këshilla shumë të vlefshme që duhet ndërmarrë dhe shpresojmë të flasim pak më shpesh për këtë temë në mënyrë që vetdia të ngritet sa më shumë. Faleminderit. Ishte kënaqësi që ishim. Kënaqësia jone.